Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, Allahu xhaleshanu na tregoi ne për sinqeritetin edhe për vlerën e tij. Dhe sa i pranon prej robëve të tij edhe prej njerëzve dhe prej krijesave vetëm atë që është sinqert. Siç e shpallën Kur'ani thotë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Nuk ishin urdhëruar vetëm se me sinqeritet sillen me Allahun xhaleshanu dhe ta adhurojnë Allahun xhaleshanu. Ta kenë sinqert vetëm për Zotin veprat që i bëjnë dhe sjelljen që kanë me Zotin e tyre. E sot më shumë se kur dhe më shumë se çdo gjë tjetër, ne si besimtar, ne si musliman, si qytetar të vendit kemi nevojë për sinqeritet me Zotin, me Allahun xhaleshanu. Ai është raporti i parë më i rëndësishëm. E pastaj për sinqeritet edhe me vetët tona me njëri tjetrin. E ka bërë Allahu xhaleshanu sinqeritetin kaq të vlefshëm, edhe kaq të rëndësishëm, sepse pas sinqeritetit nuk shkon jeta. Imagjino bashorti me bashortën, po mos jenë sinqert me njëri tjetrin. Prindi me fëmijën ndan asjellës. Ortakët kur punojnë me njëri tjetrin mos kenë sinqeritet, sa e lodhshme bëhet jeta. Sa shkatërruese. Të rish në çdo moment mendosh me çim do flasësh ma ka me hile, subhanallahu. E besimtari që është besimtari i mirë, ashtu siç është i rëndësishëm duke kuptuar rëndësinë e sinqeritetit që kanë marrëdhënien dhe raportin me Allah, ashtu duhet ta ketë sinqert zemrën dhe shpirtin dhe ta ushtrojë sinqeritetin në marrëdhënie me njerëzit, ata të cilët ka të bëjnë në të gjithë ditënatën e tij.